miq të FSHTV, mirë se vini në shtëpinë e futbollit, ku siç çdo të mërkur takohemi për të diskutuar për trejat më të fundit nga futbolli në vend. Kjo javë ka prodhuar lajme interesante, jemi në javën e 30 të Abisnet Superiore, do diskutojmë luftën për mbijetesë, luftën po ashtu edhe për titull, sepse gjërat janë bërë goxha interesante dhe jemi vetëm pak javë nga faza e Final Four. Sot kam kënaqësinë të kem në studio drejtorin e Drejtorisë së Edukimit në Federatën Shqiptare të Futbollit, Ardi Behari. Përshëndetje Ardi, kënaqësi gjithmonë të kemi. Suleman Starova, ekspert futbolli me shumë vite eksperiencë, përshëndetje. Përshëndetje. Dhe Florian Riza si përherë me ne, dhe pse ka qenë shumë i angazhuar në fakt këto ditët e fundit me turnet që do i diskutojmë pak edhe në fund të emisionit, por që na sjell eksperiencë të mirë edhe nga terreni në këtë rast, Riza. Eksperiencë, po eksperjenca kryesore është të qenit në kohë. Të qenurit në kohë, po, patjetër nuk. Fiks në orën që fillon emisionin. Nuk kemi pasur asnjëherë probleme. Po. Sigurisht. Ndërkohë, fokusin siç e thash, kemi sot komplet tek Abisnet Superior, do flasim pak edhe për kombëtaren e vajzave, duke qenë se kanë dy ndeshje të rëndësishme ndaj Walesit në ditët në vijim, po ashtu do të prekim pak edhe turnet që zhvillon Federata Shqiptare e Futbollit gjatë muajit prill, por fokusin fillimisht e ndalojmë tek kampionati. Sigurisht që ka qenë një javë, mund të themi surprizuese për disa rezultate, por le të themi që ekipet të cilat janë mirë në renditje në kampionat i kanë bërë detyrat në këtë rast. Vllaznia është rikthyer tek fitoria përsëri pas 3 javësh që nuk merrte një fitore, duke mundur Partizanin në shtëpinë e saj. Dhe rezultatet e javës së 30 praktikisht janë flamurtari Tirana 1-1, Egnatia Bylis 3-0, Partizani Vllaznia 0-2, Dinamo City Elbasani 4-1 dhe Bora Teuta 1-0. Ndërkohë që renditja pas javës së 30 të Abisnet Superiore është me Vllaznin në krye me 56 pikë, Egnatia me 54 pikë, Elbasani me 53 pikë, Partizani me 44 pikë, Dinamo City 43 pikë, Teuta 38, Bylis 30 në të njëjtën numër me Vorë me po 30 pikë, Tirana 28 pikë dhe Flamurtari 25 pikë. Ka qenë një javë interesante për sa i përket rezultateve, Ardi. Të mëdhajat le të themi që e kanë bërë detyrën, nga ana tjetër edhe disa rezultate po themi që nuk ndryshojnë shumë gjëra në renditje. Si e ke parë në total gjithë javën, sepse do të fokusohemi më specifikisht te të gjitha ndeshjet më tej. Në fakt, Lenid, ajo që vlen për të përmendur këtë javë është numri golave. Ishte një javë me gola, ishte një javë e pasur në gola dhe kjo erdhi për merit edhe të ndeshjes së Dinamos që në fund gjeti jo vetëm fitoren, po edhe golat e shumt me një rezultat 4-1, me një nga kryesuesit që mund të quhet edhe një rezultat surprizë. Po java filloi me një, le të themi kështu, duel mbijetese në Vlorë, një ndeshje shumë e luftuar, Tirana në pjesën më të madhe të ndeshjes e dominuar, e dominoi ndeshjen pavarësisht atij barazimi që erdhi në fund dhe një rezultat që ndau në fundit erdhi në favor të Tiranës, sepse mbajti distancën në një ndeshje, në një fushë shumë të vështirë me një rival direkt. Për të kthyer te Vllaznia vazhdon bëri një ndeshje relativisht të mirë, le të themi në anën teknike të saj, por super në rezultat, në mënyrën se si arriti rezultati, me një Partizan pavarësisht të rezultatit i shëndetshëm në atë që prodhon, dhe ky rezultat ka rindezur një, le të themi, duel tjetër midis Partizanit dhe Dinamos për Final Four në këto 6 javë që janë ngelur deri në fillim të saj. Pastaj ishte një fitore shumë e vyer për Vorën me Teutën, një ndeshje shumë e vështirë dhe u pa nga rezultati i ngushtë, po dhe mënyra se si erdhi rezultati. Me një Egnatia që bindi në rezultat, por fitoria u sigurua nga Stoli, le të themi kështu, në alternativat që erdhin nga Stoli dhe një fitore pastër. Kështu që ajo që më ra më njëherë në sy ishte fakti i golave të prodhuar dhe këto rezultatet që dhanë verdikte vetëm në fundin e tabelës dhe në atë jo në krye, por në pjesën e Final Four, të luftës në Final Four. Starova, si e pe këto rezultatet e kësaj jave? Jemi vetëm 6 javë nga Final Fouri, janë përcaktuar në një farë mënyrë ekipet që mund të sigurojnë mbijetesën apo ato që mund të sigurojnë katërshën finale? Absolutisht, jo. 3 parat po, me fillu nga sipër, po. Teuta humbi rastin për të afruar dyshës Partizani Dinamo, që do ishte interesante, 3 skuadra për vend e 4. Pastaj ndeshja të analizu si fitoria e Vllaznisë me Partizanin, se ka rëndësi loja dhe përfaqësimi, duke rritë teksu kthimin e Dinamos pas 2
javë, pra bën kthesën në Shkodër me lojë shumë të mirë bindë dhe ka vazhdimsinë. Pavarësisht se pjesën e parë nuk ishte aq brilante sa që bën pjesë dytë, pastaj të arriti shënoi skuadrës që është kandidate për të dalë kampionin e Bashani apo 4 gola. I neshe fantastike edhe në Vlorë, që luajnë për mbijetesën. Shumë e mirë Tirana, por zhgënjen pjesë dytë, edhe pse goli barazimit erdhi në fund takimit, por Tirana do të analizoj pse në e pjesës më të madhe si ta ardhi që dominon dhe pastaj për zgjedhje taktike apo për arsye tjera që dilë më mirë ato, u bë më pasive dhe Flamurtari ka po një nga ndeshjet më të mira në pjesën e dytë. Kështu që pastaj duhen analizuar nesër për nesër se si shkon, se jo thjesht rezultati. Sigurisht. Se Partizani për shembull lujti ishte shumë më bindshëm në veprimet sulmuese për kërkonte fitore. Edhe i kishte dy mundësi me Sidiben edhe me Iskandalin, pjesë parë. Edhe një vllaznim që ishte kujdesshme, që mund duk siguri pëlqente edhe barazimi, duke vlerësuar Partizanin këtë rast. Krijon një rast fantastik ku vlen të përmendet ky portier i Partizanit që Qirko që bën një spektakël, domethënë. Kisha kohë pa pa një pritje i parat tillë, domethënë. Po. Pjesa e dytë Partizani ishte në momentet prapë më të mira dhe humbi shansin për një gabim të gjyqtarit si Masmeja, i cili nuk respektoi rregulloren, sbashku me gjithë ndihmësat ato që janë, sepse goli ishte i rregullt si Masmeja. Ajo ishte rezultati 0-0, mund të ndryshonte situata. Kështu që ja vlen me diskutu për gjithë. Do t'i marrim një nga një. Riza, e ke parë, besoj se ka qenë një nga ndeshjet më të rëndësishme të javës, Partizani Vllaznia, një ndeshje që u vendos më shumë në pjesën e dytë, fakt një Kevin Dodaj në formë shumë të mirë me një 2 golër, si pe momentet e kësaj ndeshje. Atëherë, për një arsye për një tjetër, unë nuk kam qenë në gjendje që ti ndjek të gjitha ndeshjet e kësaj jave, sepse bëhet fjalë edhe për një fest që kishim në këtë fundjavë, por di them që dua ta shtroj dhe si temë bisede, për shkak se po shkojmë drejt matematikës së 4 skuadrave që do të marrin pjesë në Final Four. Dhe dua ta di sepse kemi të bëjmë me ndryshimin e rregullorës së kampionatit, pra nuk do kemi më të bëjmë me ndeshje vajtje-ardhje apo me fazën e 4 të kampionatit Abisnet Superiore, por do kemi të bëjmë me Final Four. Dhe nëse ka disa ekipe, siç Starova theksoi që janë 3 ekipe të cilat e kanë salduar, pra e kanë pothuese në 2 javët e ardhshme do ta saldojnë matematikisht prezencën e tyre në Final Four. Ania do ketë një tranzicion midis përfundimit të javëve të fundit të kampionatit dhe rishikimit të gjithë skemës, të gjithë rregullorës se si do luhet Final Fouri, se duhet të përshtatesh me realitetin që do të krijon vetë rregulloria. Në këtë aspekt e shikoj që duhet të ketë një temë diskutimi midis specialistës për të parë se si do veprojnë ekipet të cilat nga një anë e kanë realizuar objektivin për të qenë në Final Four dhe nga ana tjetër duhet përgatisin ekipin për këtë rregullore të re që ndryshon pothuajse 100% nga vazhdimësia që kemi pasur deri tash në kampionat. Behari, Vllaznia praktikisht e ka të salduar, le të themi, vendin e saj në renditje, por nga ana tjetër ishte një ndeshje e rëndësishme për ta rikonfirmuar pozicionin e saj, nga ana tjetër ishte edhe ndeshje e rëndësishme për Partizanin, për luftën për Final Four. Si e pe në aspektin teknik të ekzekutuar? Po absolutisht që vinte dhe Profesor Sulaj tha që ishte e kënaqur me barazimin dhe mënyra e ndërtimit të lojës ishte e tillë, sepse ishte pash një vllazni shumë të kujdesshëm në pjesën e parë, jo vetëm për distancat në fushë, por çështja kryesorja për konfigurimin në fushë. Sistemi i saj i zakonshëm, ai 5-3-2-shi, por me lojtarë në vende të ndryshme nga që ka përdorur deri tani dhe sjell këtu në vëmendje Gurishtën, po themi, që bëri lojtarin e 5 djathtas, por edhe funksionet i kishte të tilla bashkë me Jagon, që mos të ngriheshin shumë lart, qoftë në presion, po qoftë edhe në veprimet sulmuese në shoqërimin e kraut, dhe në momentet ku ngriheshin me radhë nga krau respektivi lojës. Nisur nga gjitha këto modifikime, them që pjesa e parë ishte ndërtuar në Martini në mënyrë korrekte për të shkuar atje drejt barazimit apo për të shkuar në pjesën e dytë me konsum energjish sa më racionale, po themi kështu.
Një faktor tjetër që më bëndet mendoja këtë është fakti i ndërtimit të lojës. Ishte me nisje direkt nga portieri, pa konsumuar asnjë lloj manovre në gjysmëfushën e tij për të mos rrezikuar asgjë dhe për të nxjerrë jashtë lojë presionin dhe presingun që Partizani ka një nga armët e saj më të forta. Në pjesën e dytë pastaj ndryshoi distancat, ndryshoi vendet e lojtarëve, futi lojtar që edhe Malan që e ktheu në të pestë për të presuar më lart, Gurishtën për të dhënë pak më garanci në treshe, skuadra u zhvendos pak më lart derisa erdhi në momentin e futjes në lojë të Dodajt dhe atyre dinamikave që erdhën me futjen e tij në lojë dhe lirimit të rezultatit për shkak të jo vetëm lëvizjeve të tij, po edhe të ndonjë dobësie që Partizani shfaqi në ato momente. Nga ana e tij Partizani bëri Partizanin e zakonshëm. Unë jo më kot thash një Partizan i shëndetshëm për atë që prodhon, sepse bëri Partizanin e zakonshëm, Partizanin me shumë ritëm, intensitet, me ato manovrat fluide që ka, me armë shtesë për të zgjidhur situata të ndryshme të lojës, dhe një nga ato armë Kërnaja këtë radhë përdori si Diben nga sulmues krau i pastër winger që të siguron gjërsinë. Tani e futi në gjysmë zonat e djathta vertikale të fushës që me këtë lëvizje i kapi në befasi Vllaznin dhe krijoi një rast të shkëlqyer në 1-1 me portierin e Vllaznis Pols që e neutralizoi se në momentin që mund të kishte dalë ajo gol, mban mend grande ishte rasti i shkëlqyer. Po që si manovër ajo dali erdhi si manovër e Kërnajës. Ajo që në vajsim Florian mbylla. Mund të bënte diçka më mirë në faktin që u dekonspirua kjo manovër, pra të kishte një zhvendosje tjetër shtesë në krah për të krijuar gjërsinë dhe mund të silte përshtyellim akoma, por në përgjithësi Vllaznia ka bërë një ndeshje në funksion të rezultatit, ka bërë një ndeshje pragmatiste dhe ka marrë jo 100%, por 150% të asaj që prodhoi në Tiranë. Dhe sigurisht që pjesë ndoshta edhe e kësaj taktike është edhe trajneri që në këtë rast disa statistika starova të Edi Martinit në krye të Vllaznis janë 36 ndeshje, 20 fitore, 8 barazime, 8 humbje, 49 gola të shënuar, 30 gola të pësuar, pra praktikisht 1.89 pikë për ndeshje. Si e vlerëson në total me drejtimin e Edi Martinit të Vllaznis në këtë sezon, le të themi nga fillimi para sezonit? Unë do të them që kjo është Vllaznia më mirë e 5 viteve të fundit, ka përnuar gjithë strukturat e klubit, kanë afruar shumë lojtar, duke filluar nga Kallaku e gjithë tjerët që kanë rritë, domethënë kanë dublu postet e të gjitha, po unë do t'i kthejmë ndeshjes për Partizanin, sepse dihet ku skuadra është. Po mbetemi pak te Edi Martini, se kemi diskutuar dhe Elton Kërnajën disa javë më parë. Skuadra është në vend parë, edhe meritat nuk i ka vetëm skuadra, po skuadra do thotë stafi teknik, i krye trajnerët gjithë me radhë, kjo nuk diskutohet. Por duhet të thënë që Partizanit i mungoi një penalti që mund të hynte gol, s'mund të hynte gol në rezultatin 0-0. Kjo është një diçka që gjithë lojtarët gabojnë, gjithë ne gabojnë, po edhe gjyqtarët i lejohet gabojnë. Nuk ishte një interpretim dur të rregullores. Në momentin e parë i skandali ishte në pozicion jashtë loje. Topi krosohet, një nga lojtarët e kthen top në kokë drejt portierit dhe një mbrojtësit, i cili këtu fillon kishte gjitha mundësit të largonte topin, që bën si mas rregullores që mos konsiderohet më i skandal një pozicion jashtë loje. Dhe me një interpretim fantastik me kthes, kalon 1-0, dhe kjo do të ndryshonte si mas mendimit tim, nuk them se parashikojmë dot rezultatin, po një kalim në avantazh e Partizanit mas gjithë asaj lojës mirë, do të ishte pra u dëmtu, siç e tha dhe trajneri, se këtë kras kishte parasysh kur tha, nuk po e diskutojmë një rast tjetër, po përse në pozicion jashtë loje, por ç'a ndodhi më pas. Partizani humbi, nuk i dhan rezultat të 3 ndrimet, për arsye se Humra kishte një ndrim të detyruar se u dëmtu. Zëvendësimi i lojtarit qendrës nuk rezultoi suksesshëm, ndrimi i Sidibes po kështu dhe Partizani humbi kualitetin. Ky ishte momenti kur zëvendësimet e Vllaznis rezultuan pastaj shumë të mira, sepse tu e ka forcën dhe Vllaznia, se nuk luhet më me 11, me 12, 15 që në gjithë lojtar formacion. Kështu që Doda nuk është hera parë që ka bërë punë, e shfrytëzoi shumë mirë rastin e parë, po kështu dhe dytin dhe Vllaznia nuk vodhi gjë, kuptohet, por realiteti duhet thonë. Partizani vazhdon të luajë mirë,
Ka probleme dhe vete, si çdo skuadër tjetër, por ky është realiteti i kësaj takimi. Megjithatë Partizani duhet të kthehet ajo të qenurit pragmatiste dhe Partizani, sepse Partizani arriti atë objektivin për të qenë te 4 më të mirat dhe të luftojë për Final Four, jo vetëm për meritat e tij të pa diskutuara, ato që në epokën, le ta themi epokën Kërnaja, por edhe për mungesë të rezultateve të Dinamos. Dhe në një moment që Dinamo bën më minimale, po themi, një barazim në Shkodër dhe një fitore me Elbasanin, fillon po prap ky shkurtimi i distancës dhe rihapet kjo lufta. Prandaj, unë kam parë një Partizan të shkëlqyer kur Kërnaja ka qenë pragmatist, nuk ka kërkuar të ketë shumë manovra në dispozicion. Kur ka qenë pragmatist, Kërnaja ka pasur gjithë meritën që nuk ka bërë modelin e tij të lojës si mund të ketë ai në kohë, por ai ka marrë, i ka përshtatur skuadrës ose vetes së tij më shumë, i ka imponuar vetes të bëjë modelin e lojës si përshtatet me lojtarët që kanë në dispozicion. Ky raport i ka dhënë sukses të jashtëzakonshëm. Në momentin pasaj që mund të mendoj se mund të bëj diçka më tepër, nuk është ky, them unë, sipas me, nuk është ky momenti. Unë do të shtohet vetëm diçka tjetër që veçanta e Kërnajës është se ka përdor high pressin çdo moment. Absolutisht po. Sigurisht që është përshtatet edhe me kundërshtarin. Intensiteti por fakti që Partizani kudo dhe brenda dhe jashtë ka përdor high press për atë mbulimin sipër zonave dhe të qenurit pragmatist them në faktin që është vllaznia për shembull që mund të ta nxjerrë jashtë loje këtë high pressing, sepse i bie top por direkt nga portierit e linjës sulmit të saj. Dhe ti high pressing nuk e bën dot atje. Për nesër kjo është tema e gjatë për të diskutuar sepse po vazhdove të lush me topin e gjatë, pastaj ti nuk e ke më ndërtat organizimin e lojës pa. E ka organizuar ai kundërshtari kur thua gjithmonë me topin e gjatë, prandaj thua gjithë bota me topin e gjatë. Një mix unë do isha për një mix ndërtim loje. Po kur thua të për vllaznin shkon ajo. Për Partizanin që kemi kthy kokën gjithë. Është domethënë të gjitha elementet e lojës moderne i kemi pa. Ajo që nuk ka shkuar është në momentin që e krijoi përshtypjen si thotë Ardi me ato lënjet pikëve të Dinamos, prekaj pritet vinte më parë, nuk vjen. Keko mas kaq lloj dëmtime, po kështu edhe dëmtimi i Skukës, edhe këto ndikojnë ke skuadra. Sigurisht, po ngelet sigurisht për të parë edhe në javët e ardhshme, sepse në fakt konkurrenti Partizanit për Final Four i ka bërë detyrat këtë javë. Dinamo ka mundur Elbasanin 4-1 në letër duket sigurisht se një fitore e lehtë në thelb Riza, sepse një rezultat i pastër, një formë e mirë Dinamos që e konfirmon veten që po lufton për Final Four, pas kaq kohësh Dinamo rikthyer te fitoria, kjo detyrimisht një ditë do të vinte sepse nuk e kishte të pamerituar vendin në katër ekipet më të mira për pasi mbaroi 2 fazat e para. Por disa gjëra s'kan shkuar mirë, sidomos me shënimin e golave, pra rastet e krijuara nuk i kthente dot në gol, apo me një farë lehtësie që ka hapsuar golat Dinamo. Siç duket reflektimi, reagimi dhe reflektimi i ekipit erdhi, besoj që Daja ka qenë një trajner i cili ka besuar tek lojtarët e tij dhe tek ekipi i tij. Dhe për fatin e tij dhe për fatin e lojës mirë që ekipi bëri, arriti të fitojë ndaj Elbasanit, i cili ka qenë një ekip shumë solid gjatë gjithë sezonit të këtyre javëve. Megjithatë një humbje s'përbën asgjë sepse kjo është thjesht edhe vetëm edhe loja mirë e Elbasanit. Patjetër nga një anë pra që kishte mundësi edhe ta mbaronte lojën. Po vazhdimësia kur e mbyll me një Dinamo në pjesë dytë, që them vazhdimësia që e dha sinjalet që në Shkodër, që kjo skuadër nuk kishte logjik pse mos vazhdonte ke një pjesë e mirë e kampionatit kur ishte nga skuadrat bashkë me Ignatian, pa vllaznin që po lundte më mirë se tjerët. Kështu që puna e bërë i dha pa prytet dhe sigurisht një skuadër kompakte e shpejtë në kundërshtim të gjitha, edhe mbi të gjitha, qoftë Partizani, qoftë Dinamo, që po luftojnë për vend 4, kanë meritën se kanë luajtur për këto që janë për kampion. Pra diferenca po shep 2 skuadra të barabarta. Kur folëm për ekip solid, do thotë që Partizani kishte fjalën, do thotë që prej kësaj arsye, nga që është solid, nga që është ekip shumë i fortë, një ekip shumë i mirë i kampionatit tonë deri në këto momente,
edhe vlerësohet jashtëmarrësia fitore e Dinamos, e cila deri në atë moment ndërkohë që një element i rëndësishëm Ardi ndjes është sigurisht edhe kalendari që ka Dinamo City në ditët në vijim, në ndeshjet në vijim për nëse do të arrijë sigurisht edhe të kap Final Fourin. Praktikisht është ndeshja ndaj Bylis Dinamo, Dinamo Tirana, Flamurtari Dinamo, Dinamo Egnatia, Dinamo Vora dhe më pas për ta mbyllur, le të themi, me Partizanin, që ndoshta aty mund të jetë momenti i vendosjes. Si e shef kalendarin edhe pak duke analizuar ndeshjet. Që pavarësisht që ka 3 ndeshjet me 3 nga skuadrat që luftojnë për mbijetesë dhe në pozicionim janë sigurisht më poshtë se Dinamo, por kjo nuk e bën kurse ndeshjen më të lehtë për Dinamo. Sepse ka të bëjë me 3 skuadra që luftojnë për mbijetesë, që i kanë po jo një motiv, po kanë fundin. Rrotulloj si të duash ekipet, ato ekipe janë, ato 10 janë, dhe në një kampionat me më shumë ekip detyrimisht që vendi 8, i 9, dhe 10 nuk është aq i dobët. Nuk e kanë nivelin për të jam, kështu që janë ndeshje për shembull me Tirana. Aq më tepër që ata kanë luftë për ndeshjen e fundit, se nga momenti më fal që ta përforcoj. Pra nga momenti në moment, secili prej ekipeve që ndodhet në fund mund të gjejë matematikisht veten o në kategorinë e parë, ose të jetë i paprekshëm për sa i përket rënies nga kjo kategori. Kështu që kjo e përbën këto të tre të ndeshje janë të një shkallë vështirësie shumë të madhe, sepse nuk kanë vetëm brenda pjesën tekniko-taktike, por kanë anën psikologjike të zhvillimit të ndeshjes. Ke të bësh me një skuadër që del nga kategoria dhe nuk e ka, domethënë e ka fundin e stacionit, nuk po lufton për një luks, po lufton për mbijetesë. Ashtu siç ka ndeshje me Egnatian, që është një ndoshta mase me një objektiv të arritur, e gjën Egnatian dhe në momentin që do t'i duen sigurisht që nuk e gjën në top, po themi të formës së saj apo të vlerësimit të ndeshjes për shkaqe të menaxhimit të lojtarëve. Duke mbetur përsëri tek dueli me Partizanin për Final Four, shikojmë një tabel me statistikat praktikisht të vitit 2026 për Partizanin edhe për Dinamo. Partizani është gjatë këtij viti me 6 fitore, me 3 barazime dhe 3 humbje, ndërkohë që Dinamo City është me 2 fitore, 5 barazime, 5 humbje. Si do t'i vlerësoje, po themi, ecurin deri më tani dhe çfarë mund të tregojë kjo ecuri për vendin e 4 të Final Four? Po thash edhe një herë, janë 2 kampionate të ndryshme, me një Dinamo që pjesën e parë të kampionatit ishte një skuadër nga më kompetitive, nga më skuadra të mirë formuara në një formë të shkëlqyer, që prodhonte një futboll të bukur për ta parë, jo vetëm rezultativ, dhe një Partizan me shumë oscilacione, i cili ndryshoi, tani më gjithë opinioni sportiv është i bindur, ndryshoi me ardhjen e Kërnajës në krye të Partizanit. Dhe me ardhjen e Kërnajës, në gjykimin tim, me filozofinë e tij, duke njohur ambientin, duke njohur cilësitë e lojtarëve, implementoj një model loje të cilin ju mori 150%, 200% se cilit lojtar. Edhe në kushte jo ideale, sepse kishte mungesa pa fund. Më shumë nga këto mungesa që ka pasur tani, sepse tani ka mungesa luksi, po praktikisht kur e mori skuadrën ka pasur mungesa në numër të lojtarëve, aq sa promovoi dhe lojtar nga ekipi B i Partizanit. Kështu që 2 skuadra që pozicionimin e tabel, rritja eksponenciale e Partizanit që u bë me ardhjen e Kërnajës, në ato 6 fitoret dhe resht, po themi, i dha këtë pozicionim në tabel, duke u bashkangjitur të gjitha meritat e skuadrës, të klubit, me ecurinë negative të Dinamos, i cili për shkak të mungesave apo të humbjes së ekuilibrave në skuadër, pati një sër rezultate shumë negative resht në ndryshim me mënyrën se si e filloi kampionati. Do jetë interesante për të parë edhe se si do të procedohet në javët në vijim, ndërkohë që Egnatia, që është ndjekësja më afërt e vllaznisë në renditje, ka fituar dukshëm lehtësisht, le të themi, një rezultat të pastër 3-0 ndaj Bylisit. Sultarova si e pe këtë ndeshje. Një fitore, le të themi, e rëndësishme për Egnatia, nga ana tjetër dhe për Bylisin që i komplikon pak gjërat. Unë kam qenë live në stadion duke pa Partizani Vllaznia, po e kam ndjek nga pak. Edhe u bëra kurios se pjesa e parë prodhoi pothuajse asgjë, në sensin e të dhënave, fakteve, e aksioneve, një goditje në portë e Ignatiës, 0 e Bylisit dhe një rezultat 0-0 pjesës parë. Pra që tregon që Bylisi ka qenë kompakt, është mbrojt me idenë për kundër sulmu dhe në moment që ka bosh blokimin e Ignatia, pastaj rezultati duket i thellë, po
dhe themi me vujtje edhe kjo, se nuk ka skuadra 8 ato që tha më përpara. Sigurisht që duhet tash bllokosh më përpara rezultatin, sa më tepër vonon, më tepër vështirësohet situata, kështu që unë kam parë ndeshjen, Sura e kam parë dhe nuk ka qenë ndeshje lehtë. Nuk ka qenë ndeshje shumë e vështirë për Egnatian, ashtu siç u thatë që nuk u prodhua asgjë në pjesën e parë. Thjesht asaj e përsis, vetëm nga statistikat. Thjesht e përsis territoriale që Bylisi ja kishte falur Egnatias vetë. Egnatia dilte në pjesën e përfundimit të aksionit me një 2-4-4 për zonë e fundit e përfundimit të aksionit, por një skuadër shumë kompakte Bylis, nuk merrte top në qendër, në ekuilibër, presionishte me ftesë në ansore në zonat e parezikshme. Përveç 10 minutave të fundit të pjesës së parë, kur Egnatia filloi një presion të lartë, Bylis e zhvendosi skuadrën lart, bënte pres, high press dhe aty krijoi disa në 10 minutat e fundit të pjesës së parë. Dhe në pjesën e dytë që diku në minutën e 60 Bylisi pasi e filloi po në të njëjtën mënyrë siç filloi pjesën e parë, ndryshoi prapë distancat e presionit, u ngrit më lart dhe kërkoi që ndoshta ta fitonte atë ndeshje. Sepse deri në minutën e 60 ka përdorur tranzicione pozitive dhe i kanë dalë dy herë, i kanë dalë aksione shumë të pastra dhe kanë dalë në mënyra manuale duke kërkuar targetin për tranzicionin pozitiv. Sepse cilësitë e lojtarëve i ka. Dhe nga minuta 60 pasaj u përball si e barabartë me Egnatian, u ngrit, ndryshoi pra thash distancën e presionit, kërkoi të prodhonte futboll dhe ishte pikërisht Egnatia e cila me ndryshimet që bëri futi energji të reja, futi Adjesën, sulmusin e ri që kanë marrë një janar, dhe ai ishte në ditën e tij dhe ishte shumë produktiv, sepse edhe zonat u hapën në mbrapavrinë e po përfundon ndryshon kur do të jesh i barabartë. Dhe ajo që Juve thatë kur do të jesh i barabartë do e psosh. Juve që thatë që ka alternativa, ishte një alternativë e qelluar dhe një stol dhe jo vetëm aq, por Egnatia pas golit të parë ndryshoi dhe sistem, u bë me 5 dhe filloi me të 5 pasaj që të sulmonte në krah. Kërkesat kur do ta fitosh nesër duhet gjithësia, atësia, produktiviteti qelloi që Adjesa që vinte nga stoli shënoi 3 gola që e bëri fitoren, le të themi bombastike në rezultat, por në lojë në atë që prodhoi nuk ishte e tillë. Ndërkohë që në fakt dy ekipet e fundit të tabelës, Flamurtari dhe Tirana, u ndalën në një barazim Riza që nuk i je benefit le temi asnjërës prej skuadrëve. Ndoshta pak Tirana sepse gjithsesi është në një pozicion më lart, por nuk ndikon shumë në renditje. Në aspektin e pikëve, domethënë Flamurtari i humbi 2 pikët për faktin që luajti në shtëpinë e tij ndaj Tiranës, në aspektin e një ekipi që luan jashtë fushës, Tirana në rastin konkret e fitoi 1 pikë. Edhe por si erdhi loja e humbi dhe Tirana. Por duke e parë lojën, domethënë edhe i humbi, megjithatë e rëndësishme është që Tirana e ka shansin akoma për të bërë, ndoshta matematikisht e kanë të treja ekipet, po për të luftuar për vendin e 8 nga fundi. Pra që të shikoj se ndoshta mund ta shpëtoj veten nga rënia nga kategoria me play-out. Pa me play-out automatikisht. Unë mendoj që të dyja ekipet kanë bërë shpenzime të jashtëzakonshme për sa i përket organizimit të ekipeve të tyre, qoftë Flamurtari me shpenzime të jashtëzakonshme, qoftë Tirana me shpenzime të jashtëzakonshme. Duket çudi, por ja që në këtë kampionatin ton gara është aq e madhe, është aq e fortë sa që nuk të jep asnjë lloj mundësie që ti të pretendosh se nëse ti do bësh shpenzime, le të themi të barabartë ose pak më të mëdha të garantojë ty, jo të garanton pozicionin në 10 ekipet, në 10 ekipet, jo më të pretendosh për më tej. Kështu që edhe një herë jam i detyruar të sjell në vëmendje fillimin e kampionatit. Është çdo ndeshje vlerësohet sepse nga dita e parë deri në përfundimin e 36 javëve kampionati ynë është shumë i fortë dhe rrezikon të shndrohesh nga një ekip pretendent për fituar titullin kampion në një ekip që del nga kategoria. Siç dhe pam dhe rastin e zvendësimit nga faza e dytë në fazën e tretë të Partizanit me Dinamon. Pra Partizani arriti të rikuperojë me një lojë jashtëzakonisht mirë Dinamon, e cila për shkak të rezultateve ndroi vend me Partizanin. Pra e shikon se çfarë ndodh. Që mos rikthehemi përsëri diskutimin për Partizanin, por mbetemi përsëri ende tek ndeshja Flamurtari Tirana. Ishte raste penallti të diskutueshme që edhe këtu ndoshta ka shumë vlerë të përmendet fakti se si vlerëson nga një specialist rasti i penalltisë, sepse un kam diskutuar me specialistët e arbitrimit këtu. Ndoshta në konceptin tim penalltia e dhënë kundër Tiranës në fund të ndeshjes
duket sikur është një faull në favor të mbrojtësit të Tiranës, por specialistët e arbitrimit e mohojnë kategorikisht këtë. Pra edhe këtu ndoshta edhe unë jam futbollist, Sulja futbollist, Ardi futbollist, ndoshta edhe ne kemi ato disnivelet tona me arbitrimin, edhe me rregulloret e tyre. Por që mbetim përsëri brenda ndeshjes, Starova si e pe Tiranën dhe flamurtarin? Unë pash i Tiranë cilësore, edhe për faktin që 2 javë pushimi ka bërë mirë asaj skuadra, sepse problemi më i madh i kësaj skuadre me lojtarë, 3-4 lojtarë që mund të kenë si gjithë skuadrat e tjera që janë cilësor, nga Tabaku, nga Imrejcin Go, si e ka Imrejcin Majda, apo mesfushori Kobiljar. Pra, të 2 javë pash Tirana një skuadrë cilësore që rrit vlerat e kampionatit tonë, që të shohësh një skuadrë tillë që përlitet për të mbietu, për të nejtë kategori, domethënë kjo është që të kesh një kampionat fantastik, dhe kjo është realiteti. Edhe ky 2 javë që jo më kote përmenda i ka vlerë sepse gjithë problemet e Tiranës për këto lojtarë kanë qenë pak të aktivizu edhe kanë rrezikuar gjithë të dëmtohen sepse ne dim teorikisht që kur ti je pa numër ndeshjesh rrezikon tërheqjet. Kështu që pash një skuadër që dominoi flamurtarin, por pastaj duhet të analizosh, prandaj them që i takon aty në të analizojmë më mirë pse ndodhi që Tirana ndoshta ana psikologjike, gjendja në klasifikim, u futën e një popullor që thënë në UBU që ndodhe nuk ishte më kompakte, nuk ishte shpejt në tranzicion, dhe flamurtari që ka bërë një pjesë dytë fantastike, të gjitha mundësit, ndaj skuadra kaq të fortë ndroi dhe u lut i bëri të gjithë ktheu në 2-4-4, i përdori të gjithë me gjerësi, me thellësi, me 2 lojtarë shtat lart, që arriti ta bëjë Tiranë në vështirësi dhe pastaj ai momenti i fundit që është një moment delikat për ta cilësuar ishte apo si ishte penalti. Ajo është e vështirë për të thënë pastaj. Por në raport me kampionatin, duhet ta pohojmë dhe do ta themi më së lartë që ka një rritje cilësore të jashtëzakonshme. Ky kampionat është nga më të mirët që ne kemi prodhuar ndër vite. Qoftë nga ekipet që janë të gjitha cilësore, qoftë nga kompeticioni, qoftë nga gara shumë e madhe, qoftë nga cilësia, ndoshta shënimi i golave ka munguar në disa javë. Faktet, Flori, është fakti që ke vetëm Teutën që për momentin nuk është operacion. Ajo i përket gjithë skuadrat e tjera janë të impenjuara në qëllimet e tyre. Edhe Teuta luan një futboll shumë cilësor. Edhe një s'më kuptove. Domethënë për të ardhur në ndihmë të argumentit tënd, po them që duke qenë se është i tillë kampionati. Se ideali është që të jenë gjitha që ke vetëm Teutën që është në një moment që neutral. Mund të ftosh çdo kënd që ta shikoj, ta ndjek një ndeshje futbolli. Mund ta marrësh dhe thuash, po a do të shkojmë në stadium e të argëtohemi, të kënaqemi duke ndjekur një nga ndeshjet e ABZ superior në secilën prej tyre, në të 5 ndeshjes ti mund të kesh mund të përftosh emocione dhe kënaqësi. Starova ka të drejtë pjesa e ndeshjes, të ndeshjes për të ndeshja se u luajta ajo që duhet të thënë fare, u luajt në një atmosferë të shkëlqyer, po themi që Vlora ta jep këtë llojin e atmosferës dhe e për ligji deri diku niveli ndeshjes edhe interesimi. Starova e sqaroi shumë mirë pjesën e dinamikave. Dhe në gjykimin tim, ajo që nuk i erdhi në ndihmë Tiranës, të ndryshimet, për të përgjigjur ndryshimeve të flamurtarit, qoftë sistemit, qoftë në karakteristika dhe në emra njerëzish, ishte ndryshimin që Tirana bëri. Me ndryshimin që bëri në sistem dhe në njerëz, i dha sinjal në skuadrës për të tërhequr në blok të ulët dhe për të rinisur pasaj në tranzicion pozitive. Por ndru Kobiljar me Xhixhën, ushtu një sulmues, është heq një mesfushor shumë i rëndësishëm që nuk përkon me të. Jo, okej, pavarësisht karakteristikave, po Kobiljar ishte winger, atje ku filloi Xhixha, kur u fut Xhixha, u bën me 5, u fut Ermal Meta, Xhixha u fut më para, po pjesa e marrjes së superioritetit të flamurtarit. Në momentin që u bën me 2 sulmuesa të gjatë në qendër të sulmit dhe 2 të tjerët wingrat që mbështesnin në krah dhe u bën me 4-2-4-4 që mbaronte aksioni. Tirana u përgjigj me një 5 mbrapa, me blok të ulët dhe skuadra u të roq, po thuaj se u fut në qendër. Po blok të ulët, por nuk ishte kompakte. Absolutisht. Ti je blok të ulët, mos je kompakt. Të thyen linja ata i shkollaj. Ky është problem shumë i madh. Pra ne po flasim me superlativa, pa skuadrën cilësore. Po skuadrën cilësore pam deri në një farë minute. Pastaj arsyet
ana psikologjike besoj e para, kur Që janë nuk si i falet. Që nuk i falet kjo pjesë e anës psikologjike, sepse e ke fituar, domethënë e fillove ndeshjen praktikisht. No, psikologjike them, E fillove praktikisht. psikologjike jo thjesht me kundërshtarin. Nga ajo ku je, ku ndodhesh në tabelë klasifikimi, jam shumë afër për ta ruajtur, u bubu. Ajo bubuja e rujtës rezultatit. Po, sigurisht, kjo mund të ndikohet patjetër edhe nga kalendari, se siç u fokusuam pak te kalendari i Dinamos më lart dhe i Vllaznisë. Ndërkohë shikojmë pak kalendarin e flamurtarit në Bisen Superiore, flamurtari Vora, Egnatia flamurtari, flamurtari Dinamo City, Partizani flamurtari, flamurtari Teuta dhe më pas Vllaznia flamurtari. Një kalendar favorizues, i vështirë, si e shikon Ardi? Vetëm favorizues nuk është në këtë moment, është ajo që Starova thotë, që është në atë pozicion dhe çdo gjë të kthehet e vështirë. Gabon një moment dhe atë moment e ke gol. Pyes favorizues sepse do të shikojmë edhe kalendarin e Tiranës, që po ashtu pothuajse të njëjtët kundërshtar. E çuritë skuadra nuk varet, e çuritë këtyre skuadra që luftojnë të paktën për të ndënjur në kategori, nuk varen vetëm na vetja e tyre, po varet edhe na kalendari që ato kanë. Në qoftë se flamurtari ka këtë kalendar, Tirana e ka më keq akoma se ka 2 derbi. E ndjekim tani në fakt edhe kalendarin e Tiranës. Tirana luan fillimisht me Egnatian, më pas Dinamo City, më pas kundër Partizanit, kundër Teutës, kundër Vllaznisë edhe në fund për ta mbyllur me Elbasanin. Janë pothuajse aty le temi në vështirësinë. S'ka qetësi, këtu janë 2 derbi. Se s'ka asnjë ekip. Asnjë vend. Kjo do të thonë, ky kampionat edhe flamurtari, po të kthehemi para, është me kanë ndeshje me Vorën e kanë ndeshje direkt. Këtë argument ta sjellën në vëmendje. Pra kjo që ju sapo shfaqet, nuk ka asnjë vlerë. Jo, është element i rëndësishëm për të parë edhe si mund të ndryshojnë balancat në varësi të kundërshtarëve. Por, kundërshtarët janë shumë të barabartë dhe shumë të fortë për njëri tjetrin. Që nga i pari me të fundin kanë diferencë sepse janë me pikë shumë ndryshe me njëri tjetrin, por nuk kanë diferencë për sa i përket lojës që të korrespondojnë me pikët që kanë avantazh. Pra nuk e mund dot flamurtarin aq kollaj, aq lehtë, aq thjesht ekipi i vendit parë Vllaznia. Do të rësisi shumë, nuk e nënvlerëson dot kur. Jo, patjetër, po nëse do të japim një parashikim që paska një ekip i lehtë mund të jetë për shembull Starova mund të jetë një ekip me që ka dalë automatikisht në Final Four. Një ekip me objektiva të realizuar. Dhe po them që mund të jetë i lehtë sepse bëhet për menaxhimin e lojtarëve. Atëherë mas Europax unë për këtë e hap atë diskutimin në fillim të emisionit. Pra si shkon ky që e realizon objektivin e tij në Final Four? Për pjesën e mbetur të ndeshjeve. Ja, po të them unë. Nga eksperienca e vjetshme, tranzicioni si do jetë, si e përgatit ky. Nga eksperienca e vjetshme me si vjet ndryshon formula, rregullorja. Po pra, ndryshon formula. Rregullorja po. Edhe rregullorja, si duash ti, rregullorja. Po them që nuk janë, po flasim që jemi akoma dhe 6 ndeshje për të shkuar në Final Four. Dhe nuk janë siguruar akoma situatat. Janë 3 të parat që janë në Final Four. Por dhe nuk kanë mundësi që të arrijnë në e 4-ta apo e 5-ta që është duke luftuar për të marrë pjesë. Por dhe ato në vetvete kanë luftën e tyre për të qenë në 2 të parat apo kush është mbi njëra tjetrën sepse ka ato avantazhe. Edhe renditja e para. Renditja e të parë me ka këto avantazhe. Dhe në momentin që deri në fund të këtyre 6 ndeshjeve janë në luftë për të arritur objektivat e tyre si brenda Final Fourit me objektiv të arritur në Final Four. Si jashtë për arritjen e objektivit të qëndruarit në kategori, asnjë nga këto ndeshje nuk të jep garanci që është e lehtë apo është më pak e vështirë. Kjo na çon që shohim kush janë burimet, kush janë forcat që kanë skuadrat, kontingjentin, kush është flamurtari për shembull që është i fundit, kush është Tirana. Si është gjendja tyre, jep gjendja si skuadër, si cilësi, si kualitet, mënyra lojës, etj për të thonë se tash kemi flamurtarit janë apo kemi Bylis. Eksakt, do dalim. Vora mori 3 pikë fantasive, janë thjellë edhe me Bylisin. Dalim pikërisht tek ajo ndeshje, Vora mori një rezultat të rëndësishëm, një fitore ndaj Teutës me rezultat minimal 1-0, por shumë e rëndësishme për sa i përket edhe renditjes në fundin e tabelës. Le temi është shkoputur pak nga Tirana dhe flamurtarit. Flori për Vorën. Që arriti ta përfundoi, ta ruaj rezultatin dhe një nga meritat e ishte që u bë shumë kompakte. Teuta bëri të gjitha përpjekjet e veta për një ndeshje e vërtet, por hasi me kompaktësinë pas defensive të Vorës, që Vora ka merit sepse i kanë ikë disa ndeshje Vorës në sekond fundit për ta fituar ndeshjen.
Ka qenë në avantazh me Dinamo kur ka fitu Dinamo, ishin barazim dhe fitojnë sekond fundit. Po kështu dhe i neshë tjetër, apo jo? Një meritë e jashtëzakonshme e Arizajt në këtë ndeshje, që kapi ato rastet që mund të ishin. Po patjetër, po do thoya këtë që ajo skuadra e Mesit, Teuta luftoi atë ndeshje sepse Teuta me një fitore në Vor ishte kandidate direkt për vend 4, botin të 3 njësoj, Partizan, Dinamo, Teuta. Dhe këto ndeshje që kanë ngel, matematika e lejon edhe Teutës që të vazhdoj, që të mos kemi skuadrë pra që të tjetë ajo kur themi ne në parashikim si të dali, ardhi tha kur është e zhveshme nga objektivat, kur i ka realizu. Këto janë eshte të rrezikshme që për fat mirë nuk do jetë kështu sepse akoma matematika lejon Teutën që është e vetme. Nëse duhet të shtoj diçka për ndeshjen, nëse më lejoni, po them që te ajo për të kthyer te ajo që Starova thotë te burimet, pra kontingjentet që skuadrat kanë për të vazhduar këtë luftë për të arritur objektivat deri në fund të këtij kampionati. Mos ta harrojmë se ajo ndeshje kompakte dhe ai 3 pikë që ka marrë Vora në këtë ndeshje ka ardhur edhe si pasojë e aktivizimit të Repajt, të rikthimit të Repajt dhe dalimit në mes të fushës. Që kanë qenë 2 nga mungesat esenciale, sidomos në këtë aspekt që Starova e preku më lart, te kompaktësia e skuadrës. Qendërmbrojtësi dhe një nga mesfushorët 6 të skuadrës që sigurojnë sidomos ekuilibrat mbrojtës të skuadrës. Dhe kjo është puna Xhixhës, është lojtar cilësor, vendimtar në shumë raste, por që nuk e ka përgatitjen e dur dhe kjo po të kapi lojtarin, po të arrit bëhet edhe lojtar që ti majnë 90 minutë, që bëhet lojtar titullar, është një burim, është një burim i shtuar i skuadrës. Jep garanci. Dhe unë shikoj një Byllis që është edhe Byllisi ka një skuadër shumë të kompletuar, po themi në këtë moment që flasim tani. Sepse ka alternativa të gatshme për të ndryshuar dhe ngjarjet e ndeshjes në loja sipër. Kështu që janë pak skuadra ku ti mund të thuash që kjo e ka mbyllur këtë kampionat, e ka prerë bilet edhe Flamurtari në fundit. Edhe Flamurtari ka kapacitet, ka lojtar me karakteristika shumë të mira në gjimën e saj. Kanë munguar për shumë arsye, kanë munguar rezultatet dhe ekuilibrat brenda skuadrës në momentet të caktuara të ndeshjes. Po si kualitet e ka. Por rastet e humbra të Flamurtarit, penalti 2 herë brenda një ndeshje, domethënë ai është edhe fati keq, që do mbazësh 2 herë penaltin. Jo më fati keq s'është ai se specialitet e mbaz 2 herë. Edhe po tash fati keq s'është raste që ndodhen se penaltia nuk ka mbet një. Në momentin që ti bëj kompliment të Ribajt, se me ardhjen e Ribajt kanë ndryshuar situata, e shoh Flamurtarin kompakt, e shoh që lun mirë të gjitha, jo Flamurtari i dikurshëm që merrte golin kollaj, që nuk shfaqet dot përpara portës, kështu që meritat dhe tash ti urojmë sukses të gjithë se ne jemi tifozë. Sigurisht, dhe mbetet për të parë se çfarë do të prodhojmë pak javët e tjera që do të jenë akoma dhe më interesante. Mbyllim këtu me Abisen Superiore dhe fokusohemi pak te kombëtarja e vajzave, e cila ka nisur grumbullimin në Shqipëri dhe po përgatitet për 2 ndeshje ndaj Walesit, në datën 14 dhe në datën 18 prill. Riza, e ke parë besoj listën e lojtarëve të grumbulluara, ndërkohë si e shikon pozicionimin e Shqipërisë në këtë kualifikuese për Brazil 2027? Ne ndeshjen kryesore për arritur objektivin që kemi vendosur ekipit të vajzave, që është mbetja të ri të qëndroj në ligën B të Nations League për vajza, e arrim nga rezultatet që do prodhojnë ndeshjet me Malin e Zi. Dhe për këtë fakt, ndeshjen e parë ne arritëm ta fitojmë në Malin e Zi, pra me rezultatin 2-1 në favorin tonë. 2 ekipet e tjera, qoftë Çekia që e pam në ndeshjen e dytë të këtyre kualifikuesve, kanë diferencë të madhe për sa i përket futbollit dhe detyrimisht nuk është se pres rezultat, por nuk është se nuk e pres dhe një surprizë. Pra në përgjithësi mendoj që është një ndeshje shumë e vështirë ku kundërshtari në 10 raste seri të luajë ndaj nesh. Mund fitoj 8 ndeshje, një ta barazoj dhe një ta fitojmë neve. Po kur do jetë kjo, ndoshta ndeshja e parë me Çekin nuk na e dha këtë mundësi, kurse Walesi është e po të njëjtës nivel, ashtu si Çekia, por disi më thjesht. Kujtoj që vajzat e Walesit luajnë gjithë në kampionatin më të fortë të vajzave, ai që quhet Superliga e Anglisë në Angli. Pra, sado që unë mendohem që të vjen pozitiv, do doja që vajzat të
Luajnë të relaksuar në sensin ta shikojnë atë si ndeshje futbolli ku mund bëjnë gjërat që na interesojnë dhe ne të shohim. Në këtë ndeshje kemi dhe mungesa të rëndësishme si Qendresa Berisha që Qendresa Krasniqi. Krasniqi, më fal. Komplimente Doçit. Dy perla. Po dhe Alma Hilaj që është me 2 kartona të verdh, ndeshjen e parë. Okej, ndeshjen nuk do luaj për sepse sapo erdhi dje. Në fakt është edhe për të përshëndetur edhe pajisja me pasaportë e Melisa Tom, që vjen nga Belgjika, edhe është një përforcim shumë i mirë. Melisa e mori pasaportën, do të luajë. Është e gatshme për të luajë, kam konsumuar shumë biseda me të në komplimente. Ardësi e ke parë shkurtimisht kombëtaren e vajzave dhe çfarë pritshmëri? Po ajo që tha Flori, ne kemi arritur atë objektivin tonë dhe duhet të mbajmë të pjesën. Paralelisht ajo që do të pëlqeja shumë të bëj ishte të rinovimi i skuadrës, sepse sigurisht që skuadra në një farë mënyrë në rezultate pozitive duhet të na shërbejnë edhe për thithjen e lojtarëve të reja, sepse ka jo pak lojtare, po sidomos ato që janë në moshë të re dhe por ne na duhen lojtare që të jemi atraktiv me rezultatet e skuadrës për të rinovuar skuadrën sepse e kemi të nevojshme. Kështu që mendoj që është një skuadrë e mirë, është duke ardhur, për shembull thash, jo vetëm Melisa Tom, po Dafina Rexhepi e Stuttgartit, e ka një sër vajzash të tjera që duan të bëjnë pjesë e jona, janë bërë pjesë e jona dhe janë në proces për t'i jepur pasaportë. Kjo është shumë e mirë sepse japim edhe mesazhe shumë të mira për gjitha vajzat në Shqipëri, Starova, apo jo, ti kombëtaren e vajzave si e shikon? Kombëtarja vajzave po e bën detyrën shumë mirë, na duhet një mobilizim shumë i madh, qoftë do ta bëjmë interesante futbollin e vajzave siç e ka gjithë Europa, gjithë bota. Sigurisht jemi në rrugë dur duke punuar, por do të vazhdojmë pa ato burimet e me skautizmin e për shkolla, do një për të bërë evolucion, për ta bërë kampionatin më të bukur sidomos, se me kombëtaren apo jo, ka na vjen nga jashtë pak a shumë. Siç ndodha me kombëtaren e djemve xhanën po. Na duhet të rregullojmë prapë infrastrukturën, që jo vetëm me fondet e FSHF-s, por duhet të jetë edhe shteti, apo jo. Sepse vajzat janë çik më do të pas më kujdes, apo jo, kur mungon infrastruktura, duhet për të rritë nivelin, pra, edhe masivitetin, na duhet një sforcë më e madhe dhe shtetit, për futbollin në përgjithësi dhe për futbollin e vajzave në veçanti. Po, patjetër. Sigurisht që Federata Shqiptare e Futbollit e bën vazhdimisht pjesën e saj si në aspektin e promovimit të vajzave, po ashtu në organizimin e turneve të rëndësishëm që marrin pjesë pak shtete të ndryshme dhe organizohen këtu në Shtëpinë e Futbollit. I kemi përmendur në një emision të mëparshëm, janë disa turne që zhvillohen nga Federata Shqiptare e Futbollit gjatë muajit prill, janë kualifikuese të kampionatit evropian U19 për vajza, specifikisht pra janë të gjitha ndeshjet zhvillohen në Shqipëri, por un po lexoj ndeshjet e Shqipërisë, Shqipëri-Malizi në datën 9 prill, Turqi Shqipëri në datën 12 prill, Liechtenstein Shqipëri në datën 15 prill. Më pas është UEFA Development U16 për vajza, dhe ndeshjet e Shqipërisë janë Shqipëri-Wales në datën 11, Shqipëri-Norvegji në datën 13, Shqipëri-Itali në datën 16 prill. Sigurisht në të njëjtën kohë luhen edhe ndeshjet e tjera me ekipet përkatëse. Ndërkohë, në anën tjetër është raundi para eliminator i Kupës së Botës për futsal, Çipro-Shqipëri në datën 9 prill, Shqipëri-San Marino në datën 10 prill dhe Shqipëri-Letoni në datën 12 prill. Siç e thash, sigurisht që luhen në të njëjtën kohë edhe ndeshjet e ekipeve tjera me njëra tjetrën, si po ecin këto turne Riza, sepse ke qenë i angazhuar gjatë kësaj kohe, edhe si po organizohet edhe çfarë pritshmërish kemi. Deri tani shumë mirë, pavarësisht se ky është momenti ku komplikohen pak gjërat për shkak të një dite. Për shembull, sot ne do duhet bëjmë 3 mbledhje të asaj që quhet mbledhja organizative e mini turneut, me secilin për delegat. Dhe pastaj bie që në 5:30 ta bëjmë këtë mbledhje për tani po ankohesh për faktin që je këtu në emision dhe të marrim kohë. Jo për mua. Pra në 5:30 do të jetë mbledhja për turneun e futsallit. Në orën 18 do të jetë mbledhja për turneun e 19 vjeçarëve për vajza. Pastaj do të jetë mbledhja për pak më vonë do të jetë këta njerëz do lëvizin qoftë online, qoftë fizikisht në 3-4 vende ndryshme për të qenë pjesëmarrës. Po kjo është dinamika e një turneu të tillë. Ndoshta nga që janë 3 në jetën kohë dhe detyrimisht kjo pak duket si pak më e vështirë për të organizuar, megjithatë ne do t'ja dalim se si gjithmonë kemi bërë këtë gjë. Sigurisht.
neve vazhdojmë të përfaqësojmë Federatën Shqiptare të Futbollit, në të gjithë futbollin evropian, në të gjithë ekipet, federatat, delegatët, zyrtarët që ftojmë këtu në Shqipëri për të marrë pjesë në këto, duke qenë, le të themi, federat model për sa i përket organizimit të këtyre eventeve që UEFA na ngarkon neve. Po, patjetër. Ne kemi arritur t'i bëjmë në mënyrë të shkëlqyer. Në fakt edhe sigurisht që ne do t'ju përditësojmë vazhdimisht për rezultatet ose dhe për ecurinë e këtyre turneve. Ndërkohë një tjetër event i rëndësishëm dhe shumë i veçantë është organizuar nga Akademia, nga Triumf Academy, ku mori pjesë edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, i cili në fakt ishte i ftuar edhe për të shpërndarë medaljet edhe kupat për ekipet, një event shumë i veçantë sepse morën pjesë mbi 12 fëmijë të moshave të ndryshme nga U9, U11 dhe U13, një lloj festivali futbolli, një mini turne praktikisht për disa ditë, ku sigurisht ekipe nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga Maqedonia e Veriut morën pjesë edhe treguan cilësitë e tyre, sigurisht edhe në prezencë të vlerësuesve në këtë rast. Një event i veçantë Riza që risjell edhe një herë rëndësinë e futbollit të fëmijëve, të moshave, që kjo gjë na rrit edhe na sjell neve në pikën që diskutojmë edhe për ABC superiore dhe për nivele më të larta. Patjetër dhe e uroj dhe vlerësoj jashtëmase Andi Lirën, i cili është organizatori i këtij turneu, që ardhi të sjellë një numër kaq të madh ekipesh, një numër kaq të madh lojtarësh, është një lloj skautizmi shumë i madh, ardhi duhet më mbështesin në këtë pikë. Dhe fakti që presidenti është prezent për të ndarë atë eksperiencën e tij dhe kupat e medaljet, do të tregon se sa e vlerësojmë neve organizimin e tillë. Pjesa më e madhe e ekipit janë Shqip Folse. Janë këta lojtarë të vegjël që na duken sot në ekran, për 10 vitet të ardhshme do të jenë antarë të ekipeve kombëtare të Shqipërisë, Kosovës dhe të Maqedonisë, por shpesh herë ne duam që më të mirët aty të vinë me ne. Në fakt jo vetëm atë kishte benefit sipas me gjithmonë, por ishte vërtet një fest futbolli Shqip Folse dhe për fëmijë. Shikoja, kam pas shumë lumturi në këtë event që u organizua dhe edhe unë i bashkojmë komplimentit që Flori bën, por jo vetëm për mënyrën e organizimit, por në mënyrën e të konceptuarit të gjës, sepse u konceptua si një fest. I shikoja fëmijë që luanin dhe kënaqeshin, u mbisnin dhe nuk e kishin problem. Si kundër ndodhte ne për shembull që përjetuhet keq edhe humbja. Dhe këtu jemi bërë Jo, ishte një, domethënë asaj pjesë të Tiranës ishin 3 ditë që i kishin dhënë jetë asaj pjesës së Tiranës. Për këtë grup mosh, absolutisht. Për këtë grup mosh duhet të jetë esenciale. Çdo keqe ka humbja. E kemi diskutuar edhe një program më herët, në fakt, konceptin e rezultatit. Nuk janë të njëjtit njerëz që na ndjekin nga një emision tjetër, kështu që edhe nëse e përsërisim. Vlen për të riteksuar, patjetër. Starova si shikon festivalet të tilla. tilla? Pjesë ke edukimi i trajnerëve të ri me gjithë licencat e UEFA-s. Ne sa dëgjojmë fjalën rezultat, ne ikën mendja, kështu që shfrytëzojmë momentin për të thonë që fokusi është ke zhvillimi i lojtarit, që do të thotë lojtari do divertiment, do të kënaqet. Seansa bëhet e mirë, e shkëlqyeshme kur fëmia shkon duke buzëqeshur në shtëpi, kur trajnerët nuk e kanë mendjen nga rezultati, po problemi ka pak edhe bota, po ne kemi shumë theksuar që ne vazhdojmë me smundjen e vjetër, që moshat duhet harru rezultati. Prandaj bëra edhe ndërhyrjen për gjithmonë sa gjë rastin për ta thonë, hiqeni mendjen nga rezultati, merrem me zhvillimin e lojtarit, sepse këto janë ardhmja jonë. Do jenë lojtarët e ekipit kombëtar gjitha moshave, pse jo deri sipër, kështu që puna bëhet nga poshtë. Sigurisht, është shumë e rëndësishme fakt sepse ato elemente ne do t'i shohim patjetër në vitet në vijim, pse jo në mbrëmjet gala që ne shpërndajmë çmime, po ashtu edhe në diskutimet që bëjmë për kategorinë e parë, ABC superiore dhe më lart te kombëtarja. E mbyllim këtu praktikisht me diskutimet për javën e 30 të ABC superiore, po ashtu dhe për aktivitetet e Federatës Shqiptare të Futbollit. Dua të falenderoj Ardi Beharin për prezencën, Suleman Starovën, Florian Rizën si për herë, të presim edhe javën tjetër. Ju falenderoj për vëmendjen të gjithëve, do të shihemi të mërkurën tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.